Ndonse ende nuk është bërë certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit për të gjitha komunat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur këtë të hënë procesin e votimit jashtë vendit për raundin e dytë të zgjedhjeve. Sipas KQZ-s, ky proces ka nisur me qëllim të shmangjes së vonesave për balotazhin që mbahet me 9 nëntor. KQZ-ja ka nisur procesin e votimit jashtë vendit para certifikimit të rezultateve për të shmangur vonesat në procesin zgjedhor dhe për të siguruar që çdo qytetar i regjistruar të ketë mundësinë të ushtrojë të drejtën e tij kushtetuese për të votuar në kohë. Votimi jashtë vendit është një operacion zgjedhor që kërkon disa ditë të zhvillohet. Andaj çdo ditë vonesë do të vështirësonte realizimin e këtij procesi. Sipas KQZ-s, procesi i votimit u mundson 29.712 shtetasve të Kosovës të regjistruar me sukses që ta ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar me kohë. Për raundin e dytë të zgjedhjeve do të përdoret e njëjta listë e votuesve jashtë vendit si në raundin e parë për shkak të mungesës së kohës për regjistrim të ri. KQZ-ja ka përgatitur pakot për secilin votues të regjistruar, e cila përmban flet votimin e zgjedhjeve për kryetar të komunës. KQZ-ja ka filluar procesin e dërgimit të pakove në disa shtete dhe shërbimet postare do ta përcjellin te votuesit e regjistruar në adresat e dhëna prej tyre gjatë procesit të regjistrimit. Të shtunën, KQZ-ja ka shpallur rezultatet përfundimtare të raundit të parë për kryetar të komunave në 35 komuna. E nuk janë shpallur rezultatet për Prishtinë, Junik e Mamush, me që sipas KQZ-s autoritetet janë duke trajtuar ende disa ankesa.